Ndonë se më familjar në përmas dhe shumë më intim në formë për vetë natyrën që ka ky event, faltetit ne kemi sot jo thjesht këtu, po në Tiranë, tharmin e Europës, ashtu siç e kemi ndruar dhe dashur gjithmonë. Dhe prandaj dua t'i them Tedit faleminderit që shkoi në Europë si një shqiptar i bukur, kur për Europën shqiptarët ishin njerëz me bisht. Ti je një herë shqyrojtari i trashëgimisë dhe era e bashkëkohësisë në gjithçka që prek. Ti ke ardhur t'i dhurosh Shqipërisë dhe njerëzve të tu një nga përpjekjet më mbreslënse për t'u kthyer në një shfaqje të paharrueshme, interpretimin teatrin kombëtar të operës dhe baletit, të integrales së kapriçeve të Paganinit, por njëkohësisht edhe të nderohesh prej tyre si një bashkëkohës që është privilegj për gjithë ne të kemi.